Një studim i ri ka zbuluar se baballarët që kanë kaluar një fëmijëri me stres të lartë mund të mbajnë gjurmët e atyre eksperiencave në qelizat e tyre të spermës, duke sugjeruar se trauma e kaluar mund të ketë ndikim edhe tek brezat e ardhshëm. Studimi i publikuar në një revistë shkencore shqyrtoi epigenetikën e spermës së baballarëve që kishin kaluar periudha të rënda stresi gjatë fëmijërisë. Epigenetika studion ndryshime që në shprehjen e gjeneve pandikuar në kodin gjenetik bazë. Këto ndryshime mund të shkaktohen nga faktorë të jashtëm, si ambienti dhe eksperiencat jetësore. Epigenetika na tregon se cilat gjene janë aktive dhe cilat jo, tha Dr. Jetro Tullari, autor kryesor i studimit dhe profesor në Universitetin e Turkus në Finland. Studimi ynë ngre pyetje mbi faktin nëse e kemi kuptuar plotësisht mekanizmin e trashëgëmisë gjenetike, tha ai. Hulumtimi analizoi spermën e 58 individëve duke u fokusuar në dy lloje shenjash epigenetike, metilimi i ADN-s dhe RNA-t e vogla jo koduese. Metilimi i ADN-s është një proces kimik që ndikon në aktivizimin ose fikjen e gjeneve. RNA-t e vogla jo koduese ndikojnë në rregullimin e shprehjes së gjeneve. Pjesëmarrësit u rekrutua nga FemBrain Birth Cohort, një studim që analizon faktorët mjedisor dhe gjenetik që mund të ndikojnë në zhvillimin e fëmijëve. Për të matur nivelin e stresit në fëmijëri, studiuesit përdorën Trauma and Distress Scale, një pyetësor i cili mat eksperiencat e neglizhencës emocionale, dhunës fizike dhe seksuale. Rezultatet treguan se burrat që kishin kaluar një fëmijëri të vështirë kishin një profil epigenetik ndryshe në spermën e tyre, krahasuar me ata që nuk kishin kaluar nëpër trauma të rënda. Këto ndryshime ishin të dukshme dhe pasi studiuesit morën parasysh faktorë të tjerë, si pirja e duanit dhe alkoolit. Edhe pse studimi sugjeron se stresi mund të lësh shenja epigenetike në sperm, ende nuk ka prova për të konfirmuar se këto ndryshime trashëgohen tek fëmijët. Shkencëtarët theksojnë se nevojiten studime më të mëdha për të kuptuar se si ndikojnë ndryshimet epigenetike tek brezat e ardhshëm.